Përshëndetje për gjithë shikuesit e kanalit ton në YouTube dhe në Facebook. Deshta të ndaj një informacion, mendoj se është i dobishëm për bletar të ri, ku mund të tregojmë një mbretëresh jo cilësore. Kam nxjerr 3 korniza nga mesi dhe shifën pjellje jo e mirë. Ku e dallon? E dallon sepse mbretëresha nuk ka një pjellje, domethënë të pastër. Unë i them gurabi. Më thonë pjellje, jo pika pika. Për shembull, këtu kemi pjellë, pastaj këtu s'kemi, këtu s'kemi, prap kemi dhe atje në fund nuk kemi. Po ashtu e korniza tjetër është thuajse e ngjajshme, edhe kjo kornizë është ashtu. Më thonë pjellja jo e rregullt. Ne kemi postuar fytyrat më hershme të mbretëreshave cilësore. Kur keni kështu, është mirë që t'i ndroni mbretëreshat. Ka disa teknika për t'i ndruar mbretëreshat, të cilat do t'i tregojmë në një video tjetër. Kjo është vetëm një informacion i shkurt. Nëse ju ka bërë dobi, mund të na shtypni një like ose në të ndani me një mik të ri bletar. Ju faleminderit shumë. Shihemi në një video tjetër.